Është përfolur shumë këto ditë për fëmijët dragonj. Nuk ekzistojnë fëmijët dragonj, nuk ka. Allahu ka krijuar, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, engjëjt, xhinët, njerëzit, kafshët. Dragonj nuk ekzistojnë, nuk ka dragonj. Jo, po se janë disa fëmijë që mund të jenë mutacione, mund të jenë lojra xhindësh. Xhinët janë shumë të zhvilluar në botën e tyre të mashtrimit. E si pasojë mund të bëjnë lojra të tilla e njerëzit fillojnë pastaj dragojnë kur ishte vranët, këta fëmijë dragoj fluturoheshin në qiell, luftoheshin me kuçedrat aty lart, edhe vishin gjakosur, vishin të lodhur, mungoheshin 3 ditë, ikshin, bojshin. Në pralla, legjenda urbane, cilat i besojnë të paditurit, pra nuk ekzistojnë. Nëse ka situata të cila ka 2 përgjigje sipas Islamit, ose janë mutacione, ose janë lojra xhindësh. Dhe viktimë e kësaj loje bin ata që i shohin apo ata që i përjetojnë, apo ato që pastaj transmetojnë e i rregullojnë vetë rrugës. Ai ngjon një gjë, pastaj e shton, edhe bëhet film.